Ju përshëndes të gjithëve, këto janë lajmet në Top Channel ku do të ndiqni. Në Devoll u shënua viktima e parë e motit të keq, ndërsa 200 familje u prekën nga përmbytjet. Problematike mbetet vërshimi i lumit Seman që mbyti bakti dhe sera në disa fshatra në Dimal. Në Shkodër, rreshjet e shiut ja lanë vendin dëborës. Gjykata e posaçme la në fuqi vendimin për pezullimin nga detyrat Belinda Balluku dhe ndalimin e udhëtimit të saj jashtë vendit. Në fuqi mbetën edhe masat për 2 bashkëpunëtorët e saj. Balluku largua nga gjykata pa folur. Nga samiti G20-s, liderët europian thanë se plani amerikan është themeli për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por shtuan se nevojitet punë shtesë në të. Trump i buri ultimatum Ukrainës të pranojë planin për paqe me Rusin deri të enjten. Moti i paqëndrueshëm shënoi viktimën e parë në Devoll. Në të gjithë vendin u përmbytën 1500 hektar tokë dhe u dëmtuan banesat e 200 familjeve, por dëmet më të mëdha janë në bujqësi dhe blegtori. Situata nga moti i keq vijon të jetë problematike në disa zona të vendit. Në Devoll u shënua viktima e parë, një 75 vjeçare e cila vuante nga demenca. Në mbar vendi rreth 200 familje u evakuan nga banesat e tyre për shkak të përmbytjeve, nga të cilët 150 janë rikthyer në shtëpitë përkatëse, ndërsa pjesa tjetër është strehuar në konvikte. Rreth 1500 hektar janë në ujë, 500 në bashkinë Kurbin dhe Lezhë, pastaj pjesa e Devollit dhe Maliqit, ku ujërat kanë rënë. Kemi gjithashtu Vjosën dhe Semanin me një sipërfaqe konsiderueshme brenda argjinaturave, por që kërcënojnë disa fshatra. Dhe së fundmi padyshim edhe Saranda e prekur në mënyrë masive 500 hektar në ujë. Problematike situata mbetet edhe në qarkun e Fierit, si pasojë e daljes nga shtrati të lumit Seman. Rreth 110 hektar tokë është me prezencë ujë. Në fshatrat Kashisht, Çerven dhe Ferras, në ujë janë dhe 40 puse aktive nafte. Në Çeflik dhe Arrës, fshatrat të bashkisë Dimal, janë rreth 110 banesa dhe 500 hektar tokë bujqësore në ujë. Qindra gjedh kanë ngordhur deri më tani, ndërsa banorët tregojnë se askush nuk u ka ardhur në ndihmë. Unë kam 4 dylym sera, 3 domate e 1 sallator. Shumë mbi 30 milion lek dem. Na shteti nuk ka ardhur asnjëri. Demi llogaritet mbi 100 milion lek, që janë mbjella tani që kisha për të shitur akomba. Në qarkun e Korçës në ujë janë mbi 300 hektar tokë, e mbjell me grur, misër, patate dhe 35 hektar në Pogradec, ndërsa në Sarand 25 persona janë strehuar në çadra në Çuk, pasi shtëpitë e tyre u përmbytën nga rreshtet e ditëve të fundit. Intensiteti i rreshjeve dëmtoi rënd përgjatë së shtunës, edhe urën e fshatit Glin në Bashkinë Dropull, duke izoluar 5 fshatra. Kemi sëmundje, s'kemi nga të kalojmë, gjithë ato problemet. Në zonat malore të Shkodrës, rreshjet e shiut ja lanë vendin Borës. Në rrugën Qaf Thore Theth, ka rreshje bore me intensitet mesatar, por dhe në pikën turistike të Razmës. Ky është Top Channel. Gjykata e posaçme la në fuqi vendimin për pezullimin nga detyrat të Belinda Balluku dhe ndalimin e udhëtimit të saj jashtë vendit. Në fuqi mbeten edhe masat për 2 bashkëpunëtorët e saj. Balluku u largua nga gjykata pa folur. Pas një seanse që zgjati rreth 4 orë, gjykata e posaçme la në fuqi vendimin që e pezullon zonjën Belinda Balluku nga detyra e saj si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës. Po ashtu kjo gjykatë ndalon atë të udhtojë jashtë vendit. Në fuqi qëndroi dhe masa arrest shtëpie dhënë për 2 bashkëpunëtorët e saj. Ashtu siç ishte parashikuar, Belinda Balluku kaloi derën e gjykatës së posaçme në orën 9 të kësaj të shtune, veshur me një kostum me ngjyra kombëtare. Më herët në gjykatë kishte mbërritur motra e saj, një herësh edhe avokate, Pamela Qirko, si dhe kreu i Kesh Eral Telezi dhe kreu i ARSH Gentian Gjyli, të cilët në gjykatë mbërritën të shoqëruar me uniformat blu, sepse ndodheshin në masën shtrënguese të arrestit në shtëpi. Seanca zgjati rreth 40 minuta dhe më pas u ndërpre pasi mbrojtësit kërkuan kohë të njihen me provat e reja që SPA ka për çështjen e lotit të 4 të Unazës së Madhe, për të cilën Belinda Balluku është e dyshuar për shkelje të barazisë në tendera, ndërsa faktet që SPA ka për tunelin e Llogaras ishin të njohura nga palët, pasi më herët u është komunikuar akuza.
Kohën e kërkuar nga avokatët, numri 2 i qeverisë e shpenzoi jashtë godinës së Qelçt, ku u rikthye vetëm kur seanca rinisi në mesditë. 4 orët e seancës ishin një përplasje juridike mes mbrojtjes dhe prokurorit Dritan Prençi, i cili argumentoi para gjyqtarit Erion Çela se masa duhet të vazhdojnë të zbatohen, pasi ekziston mundësia që të pandehurit të fshihen drejtësisë, të intimidojnë dëshmitarët duke qenë se i kanë vartës, të prishin provat që kanë vlerë për hetimin, apo të ripërsëritin veprat penale, kjo për shkak të pozitave që mbajnë. Nga ana tjetër, mbrojtësa e Belinda Ballukut u shpreh hapur për hetimin, por kundërshtoi pezullimin nga pozicioni i zëvendës kryeministres dhe ministres me argumentin se janë detyra për të cilat ajo është zgjedhur me votë. Pavarësisht përplasjeve të argumenteve, vendimet u lanë në fuqi dhe Belinda Balluku dhe dy varësit e saj e pranuan në heshtje duke refuzuar të prononcohen për mediat. Tashmë do të shihet hapi i radhës i tyre, nëse brenda 5 ditëve do ta kundërshtojnë këtë vendim në apel. Ndërsa Balluku ishte në gjyq, kryeministri Rama shpërndau fjalimin e ish prokurorit amerikan Robert Jackson. Jacksoni na mësoi se kur prokurori kërkon njeriu përpara krimit, drejtësia vdes dhe kur një pushtet hyn në territorin e tjetrit, kushtetuta mbytet, shkruan Rama. Në një moment ku debati publik në Shqipëri është përqendruar tek roli i prokurorisë dhe balanca mes pushteteve, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të rikthehet te një nga figurat më të rëndësishme të drejtësisë amerikane, Robert H. Jackson. Me këtë referencë, Rama synon të vendos diskutimin shqiptar në të njëjtat parime themelore që kanë frymëzuar demokracitë perëndimore. Drejtësia duhet të jetë e pavarur, por edhe e përgjegjshme, dhe prokurori duhet të ndjek krimin, jo individin. Rama thekson se figura e Jacksonit e ka impresionuar prej kohësh. Jackson ishte prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, gjyqtar i Gjykatës Supreme dhe një nga arkitektët e akuzës në gjyqin historik të Nurembergut, duke vendosur themelet morale të rolit të prokurorit në një shtet të së drejtës. Sipas Ramës, paralajmërimet e Jacksonit të dhëna në vitet 40 duken si të shkruara për realitetin e sotëm shqiptar. Në fjalimin e tij të njohur, prokurori federal Jackson përshkruan fuqinë e jashtëzakonshme që ka një prokuror, i cili mund të ndikojë drejt për drejt mbi jetën, lirinë dhe reputacionin e një qytetari. Ai paralajmëron se kur kjo fuqi përdoret nga njerëz të drejtë, prokuroria bëhet një instrument i dobishëm për shoqërinë. Por kur bie në duart e një njeriu të gabuar, prokurori mund të bëhet personi më i rrezikshëm i një vendi. Jackson thot se abuzimi më i madh nis aty ku prokurori nuk kërkon krimin, por kërkon njeriu që dëshiron të godas. Kur zbatimi i ligjit personalizohet, drejtësia humbet balancën dhe kriminalizohet fakti i të qenit i papëlqyer nga funksionari i gabuar. Prandaj prokurorit i kërkohet jo vetëm profesionalizëm, por edhe ndershmëri, integritet, pa-anshmëri dhe guxim moral. Detyra e tij kryesore nuk është të fitojë çështje, por të bëjë drejtësi. Rama e lidh këtë filozofi me realitetin shqiptar, duke thënë se pushteti është më i denj pikërisht atëherë kur pranon të nënshtrohet drejtësisë së pavarur. Për të, ky është një paralajmërim i vlefshëm sot, në një moment ku diskutimi për kompetencat e prokurorisë dhe kufit kushtetues ka marrë një dimension të ri. Në përmbyllje, Rama thekson se fjalimi i Jacksonit mbetet një manual etik për prokurorin demokratik dhe një shenjë se drejtësia funksionon vetëm atëherë kur ligji përdoret për të zbuluar krimin dhe jo për të gjetur njeriu që duhet goditur. Ndërsa zhvillohej gjyqi për masën ndaj Ballukut dhe 2 ish bashkëpunëtorëve të saj, reagoi kryetari i PD-s Sali Berisha. Ai kërkoi që të zbatohet kushtetuta dhe Balluku të arrestohet. Çdo masë dhe çdo hap është ndërmarrë në përputhje të plotë me ligjin dhe kushtetutën, madje dhe zbatimin e tyre në formën më të lehtë të mundshme, sepse në rast se do të zbatonin me rigorozitet ligjin, Balluku duhet të ishte si Veliaj dhe sot Ramës duhet i komunikojë akuza për vjedhje në bashkëpunim të 90 milionë eurove. Thot Berisha, heqja e imunitetit dhe arrestimi i Ballukut do të ishte zbatimi i plotë i frymës dhe gërmës së kushtetutës së vendit për qeveritarët dhe zyrtarët e lartë gjak Pirës që pasurohen duke vjedhur qytetarët e tyre, shton kreu i PD-s. Sali Berisha është drejtuar gjykatës kushtetuese me një kërkesë ku kërkon shpalljen antikushtetuese të masës së detyrimit për paraqitjen ndaj tij. Gjykata ka caktuar relatorin dhe çështja do të shërtohet më 15 janar. Ish-kryeministri Sali Berisha rikthehet sërish në gjykatën kushtetuese. Shkak kësaj radhe është bërë masa detyrimit me paraqitje, e cila e dërgon 2 herë në muaj në SPAK. Berisha thot se kjo masë e shpallur në datën 3 janar 2025 nga apeli i posaçëm është antikushtetues. Kërkesa është dorëzuar në datën 20 nëntor
dhe si relatore është caktuar gjyqtarja kushtetuese Fiona Papajorgji. Edhe masa e mëparshme Ares Shtëpiak, e cila ka rënë dhe nuk zbatohet më nga Berisha, gjendet në kushtetuese, me pretendimet e ish funksionarit se edhe ajo është jo kushtetuese. Për këtë çështje, gjykata ka caktuar datën 17 dhjetor, si ditën kur do të hapet seanca e parë. Këto lëvizje të ish kryeministrit Sali Berisha aktualisht nën gjykim për akuzën e korrupsionit për dosjen Partizani, para thonë se ish funksionari po bëhet gati për në gjykatën e Strasburgut. Në kushtetuese ka përfunduar edhe dhëndëritia Marbër Maltezi, për të cilin është afishuar data e parë e seancës plenare. Në 15 janar 2026, gjyqtarët kushtetues do të shqyrtojnë qëndrimin e tij, që thotë se edhe ndaj tij, gjykatat shpallën Ares Shtëpiak në mënyrë jo kushtetuese. 2 aksidente me pasojë 2 të plagosur ndodhen pas ditën e kësaj të shtune. I pari u regjistrua pranë rrotullimit Grabianit në Lushnjë, ku një mjet u përfshi nga flakët, ndërsa i dyti në aksin Kuçvlorë. Ky është momenti kur një automjet merr flak në rrugë. Përplasja mes dy mjeteve u regjistrua në aksin Lushnjë-Rogozhin, pranë rreth rrotullimit të Grabianit. Siç shihet edhe në pamjet e siguruara nga Top Channel, një mjet tip Ford ka goditur nga pas një tjetër mjet tip BMW. Në pak sekonda mjeti tip Ford merr flak, nga përplasja nuk pati të lënduar. Një aksident tjetër u regjistrua në aksin Kuçvlorë në vendin e quajtur Gjorm. Dyshohet se për shkak të lagështisë në rrugë, drejtuesi i mjetit Dorian Tushi humbi kontrollin duke përfunduar në kanalin kullues të rrugës. Drejtuesi dhe pasagjeri u nisën me urgjencë me ambulancë drejt spitalit rajonal të Vlorës. Është kthyer në Prishtinë Arnor Spahiu, ish polici i Kosovës që mbahej në paraburgim në Serbi pa prova. Ai u arrestuar në qershor të këtij viti si autor për sulmin e Banjskës. Ka marrë fund burgosja pa prova e ish pjesëtarit të njësisë speciale të policisë së Kosovës, Arnor Spahiu nga Serbia. Avokati i tij, Arjanit Koçi, konfirmoi lajmin për Radion Europa e Lirë, duke shtuar se tani ai është kthyer pranë familjes së tij në Kosovë, pasi autoritetet serbe nuk kanë pasur asnjë provë për të mbështetur akuzën e tyre për vrasje të rëndë. Në Prishtinë është protestuar disa herë nga qytetarë dhe aktivistë për arrestimin e padrejtë që u bë më 7 qershor Arnor Spahiut në pikën kufitare ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, teksa kthehej nga Austria në Kosovë së bashku me familjen e tij. Serbia e akuzoi ish policin e Kosovës si autor të sulmit në Banjsk në shtator të vitit 2023, ku vra Reshteri Afrim Bunjaku, pavarësisht se përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojčić, ish nënkryetari i listës serbe, ndërkohë që në Prishtinë vijon gjykimi i 3 prej 45 të akuzuarve për terrorizëm. Europa është duke bërë përpjekje për të nxjerrë një marrëveshje më të mirë për Kievin përpara afatit të së njëjtës vendosur nga Trumpi, një deklaratë e lëshuar nga samiti i G20-s e cilëson planin amerikan si bazën për arritjen e paqes, por thekson se nevojitet punë shtesë në të. Udhëheqësit europian shprehën shqetësim në lidhje me planin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund luftës në Ukrainë, pasi thonë se projekt propozimet do të kërkojnë punë shtesë në një deklaratë të përbashkët të lëshuar në samitin e G20-s të zhvilluar në Afrikën e Jugut. Ata thanë se plani përfshin elemente të rëndësishëm që do të jenë thelbësor për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, por përmendën shqetësime mbi kufit dhe kufizimet për forcat e armatosura të Ukrainës. Deklarata vjen një ditë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky paralajmëroi se Kievi po përballet me një nga momentet më të vështira në histori për shkak të presionit për të pranuar planin, detajet e të cilit janë parë si të favorshme për Moskën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i ka dhënë Ukrainës afat deri më 27 nëntor për të pranuar planin me 28 pika, ndërsa presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, tha se ai mund të jetë baza për një zgjidhje. Deklarata e përbashkët e samitit të G20-s u nënshkrua nga udhëheqësit e Kanadas, Finlandës, Francës, Irlandës, Italisë, Japonisë, Holandës, Spanjës, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë dhe Norvegjisë. E nënshkruan edhe dy zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Në deklaratë ndër të tjera thuhet se ne jemi të gatshëm të angazhohemi për të siguruar që një paqe e ardhshme të jetë e qëndrueshme,
jemi të qartë në parimin se kufit nuk duhen të ndryshohen me forcë. Ne jemi gjithashtu të shqetësuar nga kufizimet e propozuara për forcat e armatosura të Ukrainës, të cilat do ta linin Ukrainën të cënueshme ndaj sulmeve të ardhshme. Pyjet e lashta hirkaniane të Iranit që përfaqësojnë një prej ekosistemeve më të vjetra në botë, por rrezikojnë seriozisht nga një zjarr masiv. I pafuqishëm për t'i bërë ballë zjarrit, Irani kërkon ndihmë ndërkombëtare. I paaft për të menaxhuar vetë situatën, Irani ka kërkuar ndihmë të menjëhershme ndërkombëtare për shuarjen e zjarrit gjigant që nisi 3 javë më parë në pyjet e lashta hierarkiane, të cilat janë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, e që deri tani u ka shfutuar përpjekjeve të autoriteteve për vënien e tij nën kontroll. Zjarri, që nisi në provincën Mazandaran më 31 tetor, po kërcënon rënd njërin prej ekosistemeve më të vjetra dhe më të pasura në botë. Zëvendësi i presidentit iranian Masud Pezeshkian njoftoi më 21 nëntor në platformën X se janë bërë përgatitjet për të kërkuar me shpejtësi ndihmë nga vendet mike. Edhe pse në deklaratë nuk tregohet se cilat janë vendet në fjalë, Turqia mësohet se do të dërgojë 2 avion cistern, një helikopter dhe një ekip prej 8 personash për të ndihmuar në shuarjen e flakëve. Irani po kështu mund të kërkojë ndihmë edhe nga Rusia nëse është e nevojshme. Autoritetet pretendojnë se zjarri fillimisht u arrit të kontrollohej pas disa ditësh, por një fazë e dytë e tij u riaktivizua fundjavën e kaluar. Aktivistët mjedisor dhe banorët vendas këmbgulin megjithatë se qeveria nuk po thot të vërtetën dhe se zjarri ka vazhduar të digjet pa ndërprerë në 3 javët të fundit dhe nuk është vënë kurrë plotësisht nën kontroll. Ekspertët thonë se me shumë gjas, flakët ishin pasojë e një pakujdesie njerëzore dhe faktorët natyror nuk kanë qenë shkaku kryesor i tyre. Në Washington u regjistrua viktima e parë e variantit H5N5 të gripit të shpendë dhe viktima ishte një moshuar që vuante edhe nga sëmundje të tjera. Një infektuar me gripin e shpendëve H5N5 në Washington ka humbur jetën, njoftoi Departamenti Amerikan i Shëndetësisë. Ky është rasti i parë i konfirmuar i këtij varianti të gripit te një njeri në botë. Viktima ishte një person i moshuar me probleme shëndetësore ekzistuese dhe ishte shtruar në spital, që nga fillimi i nëntorit njoftoi më tej departamenti. Testimi në laboratorin e virologjisë klinike të Universitetit të Washingtonit identifikoi virusin si H5N5, i cili është infeksioni i parë i regjistruar te njeriu me këtë variant në botë. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve konfirmuan rezultatin, thuhet më tej në deklaratë. Autoritetet shëndetësore thonë se rreziku i përgjithshëm mbetet i ulët dhe se asnjë person tjetër i lidhur me rastin nuk ka rezultuar pozitiv për gripin e shpendëve. Zyrtarët po vazhdojnë të monitorojnë çdo që ka qenë në kontakt të ngushtë me këtë pacient për të përjashtuar përhapjen e mundshme të virusit nga njeriu tek njeriu. Shqipëria mirëpret një event madhështor boksi, në lojë janë 5 tituj WBC, ndërsa në garë ka 44 boksier nga e gjithë bota. Top Channel është media partner dhe do ta transmetoj këtë aktivitet gjigant për festat e nëntorit. Më 23 nëntor në parkun olimpik do t'jenë në garë 5 tituj botëror, të një prej federatave më të rëndësishme të boksit si WBC. Sikur më parë vendi do të presë një eveniment madhështor në mbështetjen mediatike të Top Channel. Në ceremoninë e peshqimit një ditë përpara ndeshjeve, promotorët e këtij eventi të madh treguan më tepër rreth asaj që pritet. Sportistët janë 22, se janë 11 ndeshje, kemi një boksier nga gjithë bota dhe 3 i kemi shqiptar. Janë 5 tituj WBC. Është kënaqësi e madhe për ne për një event kaq të bukur në vendin tonë. Besoj se si kës kemi pas në herë. Shpresojmë të jetë një gjë fantastike. Është një mramje shumë e madhe për boksin shqiptar. Nuk ka ndodhur asnjëherë më parë që vendin tonë bëhet të duelohet për 5 tituj kaq të rëndësishëm të federatës WBC. Kjo federatë na ka besuar ngjarjen më të rëndësishme që ka ndodhur më të rëndësishme sportive që ka ndodhur në vendin tonë gjatë këtij viti. Kemi bërë një punë shumë të madhe, shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë. Ne ju uroj sukses e gjithë boksierëve. Jam përpjekur të kontribuoj më të mirë në timin në disa tituj WBC që do të jenë në këtë lojë. Do të kemi boksier nga Kroacia, Gjermania, Italia, Shqipëria sigurisht, Uzbekistani dhe Kolumbia. Të gjithë jemi këtu dhe besoj që boksier do zhvillojnë ndeshje shumë të mira.
44 sportistë udhëtojnë nga gjithë bota për 11 ndeshje mjaft të rëndësishme. Ndërkohë mes shqiptarëve do të jetë Ermal Adribeaj, i cili do të garojë për të mbrojtur për herë të tetë titullin WBC International ndaj Placido Ramirez. Tani presim ndeshje të jashtëzakonshme me kundërshtarin, kundërshtar është i fortë, por i besojmë procesit, disiplinës, punës që kemi bërë gjatë gjithë këtyre kohëve. Sfidë interesante do të jetë edhe për Alban Beqirin, i cili do të kërkojë të ruajë ritmin si i pathyeshëm përballë Atila Koros. Uroj të shkojë çdo gjë mirë, ju uroj fat gjithëve. Ndërsa Luis Vela do të tentojë të marrë titullin WBC Youth International ndaj Nurmon Khamad Kuchkorov. Në drejtimin e Megi Pojanit dhe drejtuese së projektit Giuliana Lakuta, mbrëmja do të mbahet me 23 nëntor në Parkun Olimpik dhe do të transmetohet në Top Channel më datën 29 nëntor për festat e flamurit. Ishte gjithçka për lajmet në Top Channel. Mirupafshim.